Atëherë pyetja e parë që kam lidhet me drejt për drejt me atë që është edhe shkaku i sjelljes këtij akti normativ. Do doja dija sa është niveli sot që është data 21 janar i deficitit buxhetor. E lidhur me këtë, referuar relacionit tuaj, e kam një pyetje të përsëritur që s'marr përgjigje. Pse mos përdorimin e parave të parashikuara për të shpenzuar në buxhetin e shtetit e quani kursim? Në vijim të kësaj logjike, mund të më thoni se cilat janë kursimet e veta të Ministrisë së Shëndetësisë? Vetëm nga burojnë kursimet e Ministrisë së Shëndetësisë. Unë mendoj që vërejtja që është bërë vazhdimisht kur ne hartojmë buxhetin e shtetit është që shëndetësisë dhe arsimit nuk japim para mjaftueshëm. E kemi ne si shqetësim, si deputet, në territore ka shqetësim opozita, ka shqetësim vetë sektori, operatorët që operojnë atë sektori, kështu me radhë. Tani, nga dalin këto kursime në Ministrinë e Shëndetësisë? Pyetja tjetër që kam këtu, ju thoni që nga këto kursimet veta të Ministrisë së Shëndetësisë 1.76 miliard lek shkojnë për mbulimin e nevojave për furnizime me medikamente të QSU-tës dhe disa spitaleve tjera në rang vendi. Pyetja që kam është QSU-t dhe këto spitalet e tjera në rang vendi kishin programuar gabim, pra kishin programuar më pak ilaçe? Apo ky është borxh që Ministria e Shëndetësisë, QSU-tja konkretisht apo spitalet e tjera në rang vendi i kanë operatorëve që kanë kryer furnizime me ilaçe në këto spitale? Pyetja tjetër që kam lidhet me financimin shtesë për fermerët në masën 2.3 miliard lek. Dua të di, sot, data 21 janar, nga këto 2.3 miliard lek, 1.96 miliard që është fondi që shkon për skemën mbështetëse në bujqësi. Sa janë paguar? Sot është data 21 janar. Dhe pyetja që kam po prap këtu, vion thoni në relacion që 321 milion lek shkojnë për alokimin për akordimin e dëmshpërblimet për gripin e shpëndëve. Tani pyetja që kam unë buron nga një seancë dëgjimore që bëm këtu me ministrin e bujqësisë, kur ishte edhe ai për buxhetin e vitit korrent, vitit në cilin ndodhemi, 2026. Ai tha që me akt normativ do mbulojmë të gjitha dëmshpërblimet e fermerëve që u dëmtuan nga zjarret e verës. Këto para janë thjesht për gripin e shpendëve dhe ambulohen dëmshpërblimet veçanërisht për blektorët, si ju doj gjëja e gjallë gjatë zjarreve të këtij viti, apo jo? Të vim tek pika tjetër. Sa i takon Ministrisë Brendshme, 1.3 miliard lek shtesë thot me qëllim mbulimin e shpenzimeve të policisë shtetit për kompensim shumë mirë kjo gjëja, krahas shlyerjes së detyrimeve nga vendimet gjyqësore të IKMT. Mund ta diun çfarë janë këto vendimet gjyqësore? Dhe sa është vlera e plotë e këtyre vendimeve gjyqësore që burojnë apo lidhen me IKMT-n? Në Ministrinë e Mbrojtjes ka një shtesë të fondeve për 626 milion lekësh, diku ke 6.3-6.4 milion euro. Mund ta di çfarë janë këto shpenzime për mbulimin e detyrimeve financiare ndaj NATO-s? Çfarë detyrime financiare kemi ndaj NATO-s në këtë rast që po i paguajmë në fund të vitit? Të vim tek Ministria, unë mendoj që këtu kemi një detajim dhe ka të bëjë me Ministrinë e Turizmit edhe Kulturës dhe Sportit, por nuk kuptoj çfarë është ky aktiviteti të cilit ne do i japim paktën 220 milion lek apo 2.3 milion euro. Pa del Cupra FIP Tour Platinum. Çfarë është ky aktiviteti? Se 2.3 milion euro janë shumë. Për një aktivitet pa deli, besoj unë,
E dia deri tani që ishte një aktivitet me cilin e nglediseshin burrat kryesisht, po që ne të bëjmë pjesë në një aktivitet të tillë s'kisha dëgjuar. Dhe po prap këtu 280 milion lek për projektin e ekipet sportive në shkolla që i shkojnë Kokshit. E u bëj disa vite të rresht që ne paguem në këtë trend. Gati 3 milion euro për Kokshin. Pra 3 edhe 2.3, 5.3 milion euro që shkojnë për Kokshin 1 edhe për këtë aktivitetin e padelit 2. Kam ja dy shqetësime që lidhen me çfarë bëm gjatë sesionit që shkoj edhe çfarë kemi përpara në mënyrë emergjente tash. E para mbi të gjitha, unë mendoj që komisioni ushtroi shumë mirë detyrën e tij të kontrollit parlamentar sa i takon institucioneve të pavarura dhe kushtetuese gjatë vitit që shkoj. Edhe pse nuk është përgjegjësia e këtij komisioni, vonesa në kohë e shqyrtimit të vëndarive të tyre gjatë vitit 2024, përsëri besoj që bëm gjën e duhur, bëm gjën e mirë në ushtrim pikërisht të drejtave që i takojnë këtij komisioni nga rregullora e kuvendit edhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Ajo që me thënë të drejtën më dhëm bjashmase, edhe që është e paprecedent në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, lidhet me dy institucione. Së pari mbi të gjitha me Autoritetin Mbikëqyrjes Financiare dhe së dyti me Autoritetin e Konkurrencës. Komisioni dëgjoi raportet e tyre, analizoi, bëri debat këtu, bëri pyetje, mori përgjigje, hartoi 2 rezoluta me propozime jo vetëm të komisionit, por edhe me propozime individuale të deputetëve të këtij komisioni dhe mua më vjen tmerrsisht keq që Kuvendi i Republikës së Shqipërisë shmangu nga agenda e tij dëgjimin e drejtuesve të këtyre 2 institucioneve dhe mbi të gjitha pastaj votimin e rezolutave për këto 2 komisione, qoftë për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, qoftë edhe për Autoritetin e Konkurrencës. Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe rezolutën e hartuar për të, më vjen 2 fish keq, sepse me thënë drejtën, një pjesë e rekomandimeve bëra për këtë institucion janë përsëritura dhe në mënyrë të përsëritur ky komision verifikon refuzimin e zbatimit të rekomandimeve në raste të tjera të votuar edhe në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, e që kanë impakt drejt për drejt për konsumatorin, për qytetarin, jo për kompanit, po për qytetarin, as për AMF-n vet, po për qytetarin e Republikës së Shqipërisë. Edhe kësaj radhe, 2 çështjet që janë madhore në gjykimin tim në raport me qytetarët që natyrisht marrin shërbime nga tregu i sigurimeve, mbetën pa u votuar si rekomandime të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Bëhet fjalë për atë që është evidente për ekzistencën e një marrëveshje të ndaluar që operon në tregun e sigurimeve, veçanërisht në tregun e sigurimeve të jo jetës, që është edhe tregu më i madh dhe tregu më i madh në zgjerim në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që vazhdon të jetë me kosto shumë të lartë për qytetarin e Republikës së Shqipërisë, mbi të gjitha për qytetarin e rregullt të Republikës së Shqipërisë, atë që respekton rregullat e qarkullimit rrugor, nuk shkakton dëme, nuk shkakton aksidente, as me pasojë jetën, as me pasojë dëmtime të tjera që lidhen pikërisht me mjetat. Pra, e para është ekzistenca e kësaj marrëveshje që të gjithë e dinë, të gjithë e pranojnë dhe askush nuk ndërmerr qoftë edhe masën më elementare për të goditur këtë marrëveshje, që operon në kushte paligjshmërie totale në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe e dyta, për një rregullore të hartuar edhe në mirëbesim të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, e që po provohet gjerësisht që është e çekuilibruar totalisht në favor të kompanive të sigurimit që operojnë në tregun e jo jetës dhe në dëm të qytetarëve të rregullt në Republikën e Shqipërisë. Tani, që Kuvendi i Republikës së Shqipërisë të pengojë miratimin e kësaj rezolute në sallën e Kuvendit është shumë e rëndë. Është një akt i pandodhur më parë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Për më tepër ku rezoluta për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare lidhej drejt për drejt me marrjen e shërbimeve më të mira e më të lira për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Dua t'ju sjell vëmendje vetëm një fakt, që për 6 muajt e parë të vitit që shkoi, fitimi i kompanive të sigurimit i raportuar
u rrit me 19 milion euro. 19 milion euro fitimi kompanive në tregun e jo jetës dhe bonusi është thuajse 0 për gjithë qytetarët e rregullt të këtij vendi. Ndërkohë që malusin po e provojnë gjithë ata që kanë kryer aksidente gjatë vitit që shkoi tani që po blejnë apo po rinovojnë policët e tyre të sigurimit. E dyta gjë është po prap rezoluta e Autoritetit të Konkurrencës. Dhe në rezolut kërkoi pikërisht hetimi në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare të marrëveshjes së ndaluar. Dhe më lejoni t'ja kujtoj që këtu drejtorit të Autoritetit të Konkurrencës ja provuam në sy që kjo marrëveshje ekziston dhe është e pahetuar. Pra të dy rezoluta nuk ka votuar kuvendi. Dhe më lejoni ta them, po zhvlerësim më të madh për punën e komisionit, për punën e deputetëve, për opinionin e tyre, dhe natyrisht për propozimet e tyre, se sa ky nuk mund të ketë. E dyta gjë që kam. Jemi përpara rinovimit disa bordeve të institucioneve më të rëndësishme financiare që ka vendi, dhe veçanërisht të Bordi Bankës së Shqipërisë. Dhe doja shumë që ky proces tjetë proces ekskluziv, siç rregulloria e përcakton dhe ligji e përcakton i këtij komisioni. Jasnjë udhëheci tjetër politik. Ky komision nuk mund të bëjë një proces formal. Pasi të tjerët takojnë e ritakojnë kandidat të mundshëm apo ju japin fjalën njërit apo tjetrit. Jo, ky proces duhet të jetë serioz dhe ne duhet zgjedhim më të mirët e mundshëm që i paraqiten para këtij komisioni për t'i dërguar në bordin e Bankës së Shqipërisë. Mos harroni që është institucioni më i rëndësishëm financiar i këtij vendi. Dhe ku pavarësia e këtij institucioni duhet garantohet 100%. Jo thjesht për pavarësi institucionale të një institucioni, po për shkak të politikës monetare që është në përgjegjësinë e atij institucioni që duhet jetë e pavarur dhe natyrisht në shërbim të qytetarëve të këtij vendi. E treta gjë që kam. Prej 3 vitesh, e mos më shumë, kemi ngritur në këtë komision shqetësimin e madh lidhur me platformat mashtruese apo bursat që mashtrojnë nga territori i Republikës së Shqipërisë qytetarë evropian. Po bëhemi gazi i botës. Një veprimtari kriminale e përhapur masivisht në territorin e Republikës së Shqipërisë, që tani ushtrohet në ambiente luksi për shkak të xhiros maramëndse të mashtrimit dhe të parave që akumulohen, dhe një seri me institucione që bëjmë pas. Pas AMF-ja, pas Agjencia e Inteligjencës Financiare, pas Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe institucioni i varësisë saj, hetimi tatimor, po i bie shkurt. Pas madje edhe policia e shtetit me sektorin e vet të krimit ekonomik dhe financiar. Pas të gjithë. Dhe do duhet që një emision apo 2 emisione investigative nga Italia dhe nga Shqipëria të zbulojnë mund mes Tiranës këto platforma mashtruese dhe një mori me institucione që vinë gjithë ditën vërdall këtyre ambienteve të luksit mos bëjnë asgjë. Mos bëjnë asgjë. I kam dëgjuar këtu në komision kur kanë ardhur që s'është e imja, se ata janë pa lishëm, unë hetoj vetëm ata që janë të lishëm. Jo s'është e imja, jo s'është e imja, jo s'është e imja, jo s'është e imja. Ndërkohë që ne po lëm nam. Po lëm nam, po bëhemi gazi i botës. Çdo agjencie e huaj e inteligjencës financiare apo çdo agjencie e huaj e ligjit na vë përballë fakteve që ja ku i keni, ja ku janë, këta janë njerëzit, urdhroni arrestojnë. Tirana ka që vëndësh. Këta nuk shkojnë në Kamës, as në Vorë, as në periferi Tiranës, ta mund në zëmër Tiranës. Në ambientet e luksit. Në ambientet e luksit. Dhe ushtrojnë të veprimtari kriminale. Që din të gjithë. Lexoni një portal atje, list me emrat dhe subjektet që merren drejt për drejt me këtë gjë. List e tërë, individualizuar njerëzit. Individualizuar subjektet. Po mirë, si mund ta bëj këtë gjë një media dhe nuk e bën këtë gjë një institucion, një vetëm. Jo disa, po një vetëm.
E të merr me këta palaço që kriminalizojnë ekonominë e këtij vendi dhe kriminalizojnë imazhin e këtij vendi. Dhe mbi të gjitha imazhin financiar të këtij vendi. Unë do doja që ky komision të thrasi në momentin më të përshtatshëm të mundshëm gjithë përgjegjësit e këtyre institucioneve për të ardhur këtu përpara dhe për të paraqitur një plan të qartë pune për të goditur këtë aktivitet kriminal që shkatron imazhin financiar të këtij vendi. E katërta që kam, lidhet me atë që edhe juve thatë, me ligjet që janë të lidhur drejt për drejt me integrimin e këtij vendi në Bashkimin Evropian dhe që rrjedh si detyrime. Po patjetër, ky duhet jetë prioritet absolut i joni, por duke dhënë kohën e mjaftueshme për të njohur me këtë ligje. Për të ngritur dorën është shumë kollaj. Për ta sjellë ligjin sot e për ta miratuar nesër është shumë kollaj. Problemi është të dimë se çfarë po miratojmë dhe natyrisht këto ligje t'i ndajmë me ata që do t'i konsumojnë, e që janë qytetarë të Republikës Shqipërisë. Nuk janë qytetarë të Bashkimit Evropian. Ata i kanë bërë me kohë, po që janë qytetarë të Republikës Shqipërisë. Pra duhet i bëjmë të përtypshme për ta, dhe natyrisht këtë proces ta bashkëndajmë me qytetarët dhe me sipërmarrjen, sa i takon komisionit tonë që është Komisioni i Ekonomisë, me të gjithë operatorët ekonomik në këtë vend. Përndryshe, duke bërë ligje dhe atje nuk mbrin absolutisht asnjë gjë, duke votuar ne këtu dhe me ata njerëz nuk ndahet asnjë gjë, do dëmtojmë ekonominë, nuk do ta përmirësojmë ekonominë. Dhe keni parasysh që jemi një vend i vogël me një ekonomi të vogël që një gap 2-3 muajsh të ketë e jep impaktin më një herë atje më tan. Dhe fundi gjë që kam sesioni i shkuar, legjislatura e shkuar, miratoi në fund saj strategjinë e dizinformimit dhe ndërhyrjeve tuaja direkt në demokraci, ekonomi e tjerë me radhë. Nga ajo strategji që u miratua me ligj dhe që ka marrë forcën e ligjit, fuqinë e ligjit, rrjedhin një seri detyrimesh që kanë të bëjnë pikërisht me ndërhyrjet e huaja në ekonomi. Veçanërisht një instrument që është shumë i rëndësishëm atje që ka të bëjë me kontrollin edhe mbikëqyrjen e kapitaleve të huaja që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Strategjia me hartuar edhe mendimin e Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian, grupeve që ata sollën në pranë komisionit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kërkon një instrument të qartë ligjor për këtë gjë. Me sa shikoj unë, qeveria nuk e ka në plan këtë gjë. Ndërkohë që agresioni rus ka ardhur në kufit tanë. Ka një trefishim të kontrollit të ndërmarrjeve italiane për 6 muajt e fundit të vitit që shkoi në Itali, që ka një kontroll shumë efikas se sa ne që s'kemi asgjë në këtë rast. Kanë ardhur në Itali, po kontrollin mbi kompani italiane, që pastaj ja ku e kanë bregun përballë për të ushtruar aktivitetin e tyre edhe që ne jemi atraktiv për ta, vazhdojmë të jemi atraktiv për ta, do të thotë kontroll edhe mbi ekonominë tonë. Që do thotë na duhet instrumenti që se kemi për kontrollin e fluksit të kapitaleve të huaja që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, veçanërisht nga vende jo mike. Besoj të kemi një kohë të dytë për diskutuar pikërisht për këtë problematikë dhe patjetër bashkë me qeverinë të hartojmë gjërat e duhura për t'i dhënë mundësi këtij vendi që të kontrollojë flukset e kapitaleve të huaja që hyjnë të. Faleminderit.